ju kisha porosit vëllazni me paramenduar se këtë fe që Allahu xhalla xhelalu e ka dhënë me ardhmë përgjithësinë më të madhe dhe me kujtuar atë pjesën se sahabët radiallahu anhum kur vdiqën, çfarë zemra kishin pas, çfarë akide kishin pas, çfarë bindje kishin pas ata njerëz. Asgjë në këtë botë nuk është më rëndësishme se kjo pjesë ka të fol. Më rëndësishme se kjo është, po secili prej neve me shku në xhennet. Këtë pjesë duhet me qenë secili prej neve interesi. Duhet me pas interesin më të madh në botë për me shku në xhennet. Kjo pjesë po. Mirë, por nëse dojmë me arrit xhenetin e Allahut për ndonjë, duhet me tentu të gjithë na me ndru mënyrën e mendimit me u shndru në sahabe, me u shndru në tabiin, me u shndru në mendjen që kanë pas muslimanët asaj kohe. Dhe kjo nuk ka lehtë. Dhe vetë shumë vështirë është me bë, ama si tërsi kena mundësi me bë. Por mos ta harrojnë edhe një herë, e përsëris, disa herë kam e përsërit, me u shndru në bindjet e sahabeve, në akiden e sahabeve që e kanë pas. Unë e pyes juve. Dhe kjo është një temë e veçantë që duhet me bashkëbisedue, duhet me folë edhe ju. A kish mujt Amr ibn Khattabi më abon një grup Abu Bakr as-Siddiqut. Një grup tjetër, unë jam më i zoti se ti. Apo jo a kish mujt. Ai ka shkuar normal me bokta. E kena përmend rastin e Khalid bin Walidit radhiyallahu anhu. Është shembull shumë i madh. Amr ibn Khattabi radhiyallahu anhu e ka luftuar mitin. Jo dini sot ka mite, formohen mite. Filan vllai u fal ka namaz natë. Filan motra ish mashallah, filan vllai kish fluturuar të bë ibadet të. Formohen mite. Amr ibn Khattabi ka luftuar mitin. Sepse pejgamberi alayhis salam i ka mësuar këto sahabe në atë akidën e pastërt, zban me bë bindje që të mendojnë dikush se i pazavendësueshëm është Khalidi apo Omeri apo Abu Bekri atje. Ja. Pazavendësim të na ka veç puna Allahut dhe Islamit. Ti nëse hup Allahin aki, zavendësim për Allahin s'ki. Nëse hup Islamin, aki fet tjetër me të cilën mundesh me hinë xhennet. Nëse hup xhennetin ti, aki tjetër. Me po, na njerëzit nuk guxojnë me mendu si na të pazavendësueshëm. Kjo mit. Kjo te i kalimi vetvetes, edhe bindja e gabueshme, bindja e shirkut e fshet. Bindja e shirkut që nuk i thon njerëzit shirk. Me po Amr ibn Khattabi radhiyallahu anhu, ata pse i përmendin e sahabët kanë pas akide tamam në talant. Kanë pas akide detektori. A ki po kur është detektor kur kalon kufi apo në aeroplan kur hip. Ai nuk vet aty tash. Jo ki është i joni, edhe nëse është pilot ai nëse ka ai hekër hin detektor ai bën. Sahabiu ka pas akide detektori. Shembull po jap. S'ka pas ai hatër. Jo, ki janë i joni, ki ban me pas ai qitri zban, ja, ato kanë qenë detektor. Dhe e kanë zbulu mirë. Prandaj na duhet më kthin atë pjesë. Për të bërë kështu, duhet një gjetë gabimet vetvetes. Disa prej muslimanëve të parë kanë thonë, kur ta shohsh një vëlla tonin që bën gabim, sendin e parë që kimë çortuar është vetvetja. Kimë thonë, "O filan, pse be ban ti këta?" Vetës mi thonë, jo ati. Unë më thonë dikush, po mos e bëj berat gabim. Thuaj ti vetës një herë. Nëse e sheh një vëlla tonin, subhanallahu ka rënë zina. Një vëlla ju ti ka rënë një mëkat madh. Ku e di çka ka rënë? Thuaj një herë vetës. Prandaj kur thon akidia e sahabeve, radhiyallahu anhum, bindjet e sahabeve që kanë pas. Ato i kanë pas gërshetume. Na sot për shembull na për shkolla në fakultete kur i mësojnë atje, i mësojnë një herë akhlakin, i mësojnë një herë mësele akidën, i mësojnë sirën, i mësojnë shon kështu. Kjo gabim është. Prandaj përmenda shembullin e Khalid ibn Walidit radhiyallahu anhu në mendje njëri si ka shkubre. Në fakt, emiri i dy ushtrive, i këtë ushtrive ka qenë Khalid ibn Walid. Ju që një konë në për ushtria i dini këtë punë se në më njëri kona komandant, njëri komandant, ushtarët ati janë këta kitë përëndërinë Osmanit të pashallartë. Ata ushtarët i kanë nështru pashës, jo sultanit. Mirë po, nëse pasha ka qenë nër sultanin, usas më abeti. Edhe Khalid ibn Walidi radhiyallahu anhu. Po menja si ka shku ati. Edhe kjo është ajo pjesa kryesore e akidës së sahabeve radhiyallahu anhum, kur të rishti me vllahun tan sikur merren me veten. Ai na çelt në mes veti më pari, shumë pjesa e akidës të përditshme. Sahabeve mes veti, kur kanë me vllahun e vet si merret me veten. Tja, ato të shpë vetës.
Njëri e ka për vetën një tut, ama e ka një tut tjetër, ma i sigurt i të vetja. Tash edhe mes veti. Mirë, por nëse hen kjo pjesa tjetër, shembull mbretnit, i keni pa, kur kanë ardhur mbretnin në histori kur të lexoni mbretnit, ato s'kan pas akidet sahabeve. Pejgamberi alayhis salam i ka nda, ka thonë do të vjen khilafet Rashidin, do të vjen pastaj mbretëri. Të mbretërit, ai mbreti nuk është sigurt as për gjarit vet. Sa i sigurt Allah, sa e mbretni. Mbretnia merret me zor. A e kupton? Mbretnia merret me zor. Moj zoti e merr edhe hajde për të mirë. Kur ta marrësh me zor, a ki marrë me të mirë? A janë të kënaqur njerëzit këtë? Si janë të kënaqur? Ti e ki marrë me zor, do të heshtin pitutës, do kështu, do të bëjmë politik, do i ki besnik çashtu. Me po kjo s'ka shumë bereqet. Unë po vlas të kthehemi në ato bindjet e sahabeve radhiyallahu anhum. A është lehtë? Vallahi nuk është lehtë. Nuk është lehtë as pak. Mirë po, nuk është e pamundshme. Nuk është e pamundshme. Në kur kthehemi në akidën e sahabijut, te vllajën tan s'ki më këshir me sy tjerë. Te vllajën tan s'ki më këshir me sy tjerë, as s'ki më shfrytzu shancën. Unë më kuptoj se ta Khalifa Rashidin mes vetë disa shanca kanë pas njëri tjetrit më alshue, po më nëse si ka shkuar ti. Sa e ka pas vllat vetën edhe usas muhabeti. Sa të shkon media ti dallën tonë me tradhnuar. Oj dorë po tradhnojm ti. A të shkon media dallën tonë, kaman tonë me tradhnuar. S'ka shku media kur. Çaq i ka shku nërmend. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thonë, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim", shembulli i besimtarëve sikur shembulli i trupit. Një trup. Media si shkon. Te ki pa dhëmi krejt trupi temperaturë, s'është rahat krejt trupin, ajo shkon normal. Nëse nuk e arrin këta, nuk kena akidën e pastër, tani. Ai cili ta shfrytëzon një gabim apo 2 apo 3, edhe ndahet. Edhe shfrytëzon rastin. Ai nuk është në akidën e pastër. Nuk ka lidhje çka e ka emrin e akidja e papastër. Nuk ka lidhje, e ka një emër ajo. Po më rëndësi është nuk jena në akidën e pejgamberit alayhis salam. As nuk jena në akidën e sahabëve. Sepse xhamatet selefie çdo herë akidën e papastër të kanë thonë, për shembull, cilësitë e Allahut si beson, dorën e Allahut si beson, fytyrën e Allahut si beson, i ka shtrënguar cilësitë e Allahut. Është Shia, është Rafidi, është ka plot, Kaderi është, Murxhi është, Jahmi është, Khawarij është, këto i dina. Me po, me qenë në akidën e sahabëve, me qenë në akidën e Khalifeve Rashidin radhiyallahu anhum, është pak më e madhe se kjo. E bona shembull me detektorin. Detektori, kur e keni detektor, ai nuk vetë ai i bardh, ai i zia, ai i djali mretit, ai i djali halifës ti, ai i djali shoki hoxhës ti, ai i hoxha vet. Kush jeti? Ai man tit. Ka diçka këtu, ka dale ta fshirnë. Pra ekziston ajo. Dhe ai problem është edhe prezent është në umetin ton, në mesin ton. Tash si me u bona, si me arrit, për shembull, me mri një drejgje pak më të lartë të vetdijes. Nëse thot dikush, a me libra është kjo? Jo, me libra se sahabët s'kan pas libra krejt. Jo krejt sahabët bile kanë ditë me lexue. Jo krejt sahabët kanë ditë me lexue. Nuk ka qenë kjo prezente te sahabët puna e leximit. Pra me libra nuk është pojenta këtë librat. A bëhet me shumë derse? Nuk është edhe krejt e derset. Duhet, janë të rëndësishme derset, janë të rëndësishme këshillat. Duhet për të vetvesja me nis, secili. Dhe ai cili e shfrytëzon dobësinë e xhamatit, dobësinë e ummetit, për t'u pasuruar vet, për të shkelur mbi mundin e tjetrit, për të marrë një merit, që si takon, ajo është mukhalefe, kundërshtimi më i madh në akide. Ajo është kundërshtimi më i madh në akide, gjëja e cila nuk ka mlue, nuk është e njohur kështu me prezantue. Se shumë lehtë është me shfrytëzu vllahun tan. Po, pjesë përbërëse e akidës që mua ka formësu pejgamberi alayhis salam sahabëve, është që ata me zveti, domethënë vllahun e vetë ka pa ai respekt edhe nder. Shpinën e vllahut vet, parën e vllahut vet, nderin e atij, respektin e atij, gjunahin e vllahut vet, ai se ka shkel. Se ka shfrytëzu. Dhe nuk mundi me gjetë asnjë transmetim se ata kanë shfrytëzuar diçka për kësaj. Nuk mundi me gjetë asnjë transmetim, dhe kjo është ajo. Prandaj, kur ta shohësh, kur të shohim gabim, atë gabimin duhet më thon vetes, pse e bën ona? Na pse e bën? Dhe duhet më qenë më të hapur me zveti.
Shumë ma të qeltë me zveti. Shumë ma shumë breng me pas. Akidja e sahabëve është breng për këtë fe. Akidja e sahabëve është en nasihatu lillahi wa li rasuli. Me qenë besnik për Allahun dhe pejgamberin e Islam dhe për ummetin. Për më të voglin e këtij ummeti me qenë besnik. Mja kthej me të njëjtën. Mja dash të mirën e muslimanëve sikur që ja do vetvetes. Mja dash krejt njerëzijës, madje të mirën sikur që ja do vetvetes për me i thirrë në Islam ata. Kështu kanë qenë ata dhe kështu duhet më bëllë na. Po ndryshe, nëse nuk bëhemi kështu, na vetëm se i kina shtu ujë lloçit ummetit. Nëse nuk bëhemi kështu, vetëm se i kina ndihmu fitness, i kina fri zjarmit. Dhe kjo nuk përfundon kaq lehtë. Kjo do të sjell probleme më të mëdha dhe më të mëdha dhe më të mëdha. Prandaj kur të shihni njerëzit të cilët thonë, ju se dini, ju e dini, ju kështu. Domethënë nëse ka diçka për vllahun tan me këshillu, dush me shku me këshillu te shtëpia vet. Me marr anash me tregu rrugën ku është. E vërtet. Nëse nuk ka diçka të tillë, atë gjithçka është bosh. Ajo çka është nasiha lillahi wa li rasuli, sahabët radhiyallahu anhum e kanë bë. Prandaj ju e dini se në betejën e Uhudit, kur kanë ndru jetë Rabi edhe të tjerë prej sahabëve, mbi 20-30 veta kanë qenë, ata kanë shku ka hec ujë, 30 veta i ka hec, edhe në fund se ka pi asnjëri ujin. Ç'kjo është akidja? Se ju e keni pa në për librat të selefit, shkruan qadimun bil ibtida, kështu është, Allahu është i pari, është i fundit, nuk ka fillim, nuk ka mbarim. Kjo është pjesa me të cilën kanë pas problem. Domthonë dietarët e Islam kanë shkruar libra për Allahun xhalla xhelalu për sendet që kanë pas problem në atë kohë njerëzit. Mi po na këto probleme sot në xhamat, ai kena. Na skena vllazni tonë të cilat kanë probleme me cilësitë e Allahut. I besojni këtë ju cilësitë e Allahut, unë e di. Ju e besojni akidën e selefit. Ju s'keni problem me irxharun, s'kum pa. Ndoshta s'keni problem as me xavarizëm, s'keni problem kësi punë. Mi po na po e shohim se problemi më të madh që kanë atë kjo pjesë. Te puna e besnikërisë me njëri tjetrin, te puna e dashnisë, te puna e mendimit dhe para mendimit për tjetrin. Çfarë mendimi para prak kanë për tjetrin. Prandaj pejgamberi alayhis salam në vaktin e vet, ai nuk e ka aktualizuar këtë që është bë aktuale në kohën e selefit, që nuk them se nuk duhet më mësua, duhet më mësua. Me po ai e ka aktualizuar Muhamedi alayhis salam në kohën e vet, hadithin e Tabaraniut. E ka aktualizuar njeriu që ka ardhur në afër xhamisë, dhe ka kalu dhe ka hyrë në xhami me fal 2 rekate namaz dhe e kanë lavdëruar para asaj pejgamberi sa se ka marrë me kush është ai person. Ka thënë kush o braj? E kanë lavdëruar shumë. Dhe kur e ka pa pejgamberi sa prej syve, e ka diktuar dhe e ka ditë, madje edhe shpallja e ka ndihmuar, normal. E ka ditë se ky person është menuar se është më i mirë se krejt tjerë. Dhe ka pyet direkt Muhamedi. O filan, tash Allah, pash Allahun, kur na pa ti neve. Çka mendove për neve? A mendove se je më i mirë se na? Tha po. 3 herë. E pyet pejgamberi sa prap. Thot, a mendove se je më i mirë se na? Po. A mendove se je më i mirë se na? Po, tha, 3 herë. Hini në xhami. Lil qissa baqiyya. Në fund domethën dihet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar Abu Bakrin dhe Omerin me shkuar me ekzekutuar. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë se s'ka mundësi me ekzekutu. Shiko, se kjo puna e fitness është ka më ndodh. Ka më ndodh. Me po, ajo pse ka më ndodh, të sahabe radhiyallahu anhum, këto shpëtuan, to nuk ishin tillë. Do thotë, edhe në mesin e sahabëve, se ky zihet me definicione, ky konsiderohet sahabi. Kush është sahabi? Në definicionin e dietarëve islam, sahabi është ai i cili e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pa ki pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po, wa mata ala dhalika, dhe ka besuar ka vdekur në islam. Tamam? Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë person nuk e pa qëllimin ky person. Edhe hadithi Khawarijve, nuk e ka për qëllim hadithin e Khawarijit që i ka pas flokt të ruajtura, sytë ma veta, shtremt ka shikue, vetlat e trasha, me zor, i ka thonë banu i drejt. Se ka qëllimin ai, ka më ndodh. Pra ummeti islam ka nevojë më urujt për qasjeve, kapjeve, mendimeve dhe sendeve që ka e prishin ata. Shikos, të sahabe kanë qenë me një rahati shumë madhe. Nuk ka diçka më të rehatshme se ti me qenë në ngru mbullin e vëllezërve këto dhe ti ndihesh rahat sikur me vetveten. S'ka diçka më të madhe se kjo. Kjo është xheneti i Allahut në dunjë. Edhe kundërta, s'ka diçka më të keqe se me rujt shpinën për vëllaut tant. Me rujt shpinën për vëllaut tant.
Është shumë normale me rujt shpim për armikut. Me rujt shpim për vllaut tan. Po subhanallahu, ku më shku atë? Ku më shku atë? Fitnë me madhe se kjo nuk ka. Apo me rujt gjuhën, ti ruash për Allahut, apo? Po ti na edhe mund shmulshue. Fol për vllaut tan një fjalë se le thua. Edhe vëllezërit me zveti. Islami, xhamati duhet të qenë korrektues bre. Akidia sahabëve është me u korrektu me zveti. Janë përmirësuar me zveti ata. Nuk ka pas nevojë dikush sahabiut më thon korrektoj vllajën tan. Këshilloj vllajën tan. Ose hajde e marrani vllaj, çka ata këshillojnë se sa tu marr vesh. S'ka pas nevojë kështu. Sepse këshillat kanë qenë prezente, gruaja muslimane ka këshillu, fëmia musliman ka këshillu, krejt kanë këshillu. Prandaj Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu ka thonë, nuk ka hajër me një vlla i cili as nuk pranon këshill, as nuk jep këshill. Shiko, hajrien e ka caktuar edhe me dhon, edhe me marr këshill. Me dhon këshill, me marr këshill, s'prish punë. Normal që edhe sahabët atë këshillën kur e kanë dhënë, me çdo kusht e kanë dhënë. Tash ndonjëherë ka mundësi dikush nuk ta pranon, kjo s'do të thonë ti me hek dorë për atij vllajt. Kjo s'do të thonë se ti me hek dorë për atij. Me rëndësi është ata kanë qenë në një bindje, në një fe, e cila fe ka qenë magnet për tjertë, përmirësim për tjertë, edhe detektor. Është detektuar më njëherë problemi ku është dhe ai problem është gjithë. Gjeneratët mbrapa që kanë ardhur janë bazuar në diçka e cila nuk është tamam. Janë bazuar për shembull në gabimin e tjetrit. Ka filluar në ummet për shembull të gëzohet vllau për vllaun apo të ketë mendim paraprak se është më i mirë se ai. Khawarijët për shembull, kur i kanë pas sahabët radhiyallahu anhum, i kanë nënçmuar namaz, kanë thonë aktës, namazin që fal kanë ta. A kuptoni? Khawarijët. Kur i kanë pas sahabët, kanë thonë që fal kanë ta. Shikoni se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vet bile, ai ka pas namazin e lehtë. Imamat në përqabe edhe në kohën e sodit nuk janë sikur të na për shembull njerëzit, lidhen taravih dhe vazgatin njerëzit taravijat. Nuk janë kështu. Imami i vërtet ja lehtëson xhamatit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka lehtësuar xhamatit. Edhe kjo kur ja lehtëson ti në mendjen e një personi i cili ka pak energji më shumë, që mendon vetëm se është më i mirë, thotë, apo është namazin aty nice. Shaj vetë pak namazin. Prandaj Aisha radhiyallahu anha që tregon se namazin e sabahut ka fal çast shkurt, nuk e dia ka lexuar sura ajo, atë sunetin e sabahut. Nuk e dia ka lexuar sura. Dhe i ka çortu sahabët. Dhe nuk ka pas diçka senzacionale te ata. Nuk ka pas diçka senzacionale. Shiko, sot na jetojnë në kohën kur vdekjet bën senzacione. Nuk se më marr vesh të vdekja darsuma. Shko kjo punësh. Senzacion bën vdekja, senzacion martesa, senzacion synetimi, senzacion takimi në xhami. Sikur që ka thonë njëri prej muslimanëve të parë, Ibrahim Ethemit i ka thonë, çka është puna nëse ne kena zbukuru fjalët më të mira, unë ti them, ti më thu më të mirat, na jena shkatrua, tu lavdëru me njëri tjetrin dhe dalën para Allahut 0-0. Kështu janë konta. Akida e sahabëve radhiyallahu anhum të banë mirë te Allahu. Dhe kur të bash i mirë me Allahun xhelle xhelaluhu, prej sinqeritetit që e ki, edhe nëse gabon disa procedura, Allahu t'i rregullon. Allahu t'i rregullon, se ti kemi gabu dikun, si njëri. Edhe sahabët, normal, ato njerëz janë kon. Mirë po, kur gabimi ta ata shembull nuk është bo. Gabimi nuk është bo shembull, më marr shembull, me thonë, filani e bani filan gabimin dhe na kretë kena me bo këtë. A sot është. Sot nëse dikush e ban, njerëzit fillojnë me thonë, filani e ka bo dhe na duhet me bo kretë dhe s'ka ati. Filani e ka bo. Te sahabët s'ka qenë kjo. Po këto janë disa shembuj të vogël se si duhet me mendue punën e asaj se na mu shëndrua. Unë e di që 100% na sëmbami. Mirë po me e kuptu parafërsisht se akidia e sahabëve që kjo ka qenë. Akidia e selefit kjo ka qenë. Besimi dhe bindja e vërtet e një personi tamam. Mos të folin atash për këtë pjesën tjetër që duhet me fol patjetër, me një legjërat tjetër, inshallah, se si duhet me u dukna. Vllazni, për shembull, na si xhamat, si kur na shet dikush jashtë, çfarë sinonimi japim na? Të sahabët radhiyallahu anhum kanë ardhur persianët i kanë shikuar. I kanë pas shumë spionat e vet, informatorët e vet, Rustumi e tjerë. Romakët njëjtë. Çfarë shembulli kanë dhënë sahabët? Shembulli më të mirë kanë dhënë. Ai që është informator, ai jep informatat sakt. I ka ble informatat i ka çu. Është përzin mesin e sahabëve, ka marrë informata dhe ka çu. Kjo ka qenë prezente. Sot në çfarë shembulli japin për Islamin?
Dhe nëse doj me ditë një sent e cila ka dallim shumë të akidja e sahabeve është me ndëgju emirin e muslimanëve pikë. I keq, i mirë, kujti çka kanë ai, çat jam të ngu dhe usos dhe kanë pas homogenizim në punën që kanë bërë paralele. Nuk i kanë përzi punët. Kjo ka qenë. Mbrapa njerëzit e ngojnë emirin ku i konvenon, se ngon emirin ku se konvenon, e merr një emir tjetër, thot çtu ka gabuar se ka lexuar mirë këtë librin, s'di këtu. O përzia, ty bëhet lamsh. Ama kjo ç'ish ndikon me u duk, ç'ish dukemi na jashtë. Prandaj prej sebepeve që kanë pranuar Islamin, arabët kur kanë ardhur në Hudejbi të Muhamedit alayhis salam, thot transmetuesi, nuk ka rënë një kime prej kimeve vetëm se ndort sahabijut. Kur ka pa mushriki këto, ka thonë këto kimet e këtij nuk i likan tokë. Para me në urdhnat. Këto kimet nuk ja likan tokë njerit. Dhe ka shku Suhejl ibn Amri ka thonë, unë i kum pa mbretnit, kanë respekt njerëzit, mirë po kësi lloj dashurie ndaj të vetit s'kum pa në kurr. Dashurinë që kanë pas sahabët dhe respektin për Muhamedit alayhis salam thotë kësi dashurie s'kum pa kurr. Dhe zotën gjendja e ummetit në Islam është kështu se janë paraqit kësi lloj shumë verzionesh. Ju keni ndëgjuar se pejgamberi alayhis salam ka thonë me ndëgju emirin e muslimanëve, edhe nëse bën gabim, edhe nëse bën këtë, vetëm nëse shihni kufër të qartë. Pse ka thonë këtë? Pse ka thonë vetëm nëse shihni kufër të qartë? Se kur bëhet kufri më, ai fillon me thirr kufër. Ti s'ke më shku me bë kufër pse emiri thirr. Ama gjuna të tjera, gabime të tjera, kretë çka e lajnë me ndëgjua, me respektua, homogenizimi, ti me qenë homogen. Mos me bë vepra kot e kot. Çish dukesh te njerëzit. Se na keni dukje. A thash porzit, na jena si ummet, si tërsi. Edhe gabimi më të voglit prej neve, ajo ndikon. Wallahi gabimi më të voglit prej neve ndikon. Prandaj pejgamberi alayhis salam e ka bërë të madhe gabimin e një sahabiu të vet i cili ka gabuar dhe nuk ka ngu e mirë apo ka bërë diçka të madhe. I ka rregulluar mirë këto sende dhe sahabët kanë funksionuar. Në këtë formë kanë funksionuar. Mes tyre dhe Allahut është diçka tjetër. Me zveti është këtë diçka tjetër dhe respekti ka qenë dhe kanë punuar ato së bashku. Tamam si një makinë që punon, si një motor i veturës që punon. NDS punon këtë tamam, automekaniku janë dëgjon zonin këtë punon usos më bëti mirë. Por njerë kanë punu. Dhe janë duk tamam dhe njerëzit tjerë për rreth bota kanë lakmu të sahabët. Kanë lakmu të akidja që kanë pas sahabët. Wallahi edhe sot një prej gabime më të mëdha ndavet që bëhet sot, duke nis prej vetës, prej xhallarëve. Ose se na folna shumë, a nuk folna me punë. Kipo, është shtu e folmja. Unë ju pyes juve. Dy veta pse bërtasin mes veti, kur bërtasin? Pse bërtasin? Ato nuk janë larg, që rrokmi në ti. Pse me përtitna? Ti ndëgjon mua, unë ndëgjoj ty. Pse me përtitna? Se këto nuk mirë vesh këtu na, apo na kena diçka tjetër në zemër. Pse bërtat njëri? Edhe kjo në botë. Edhe me zvetit të na. Prandaj, sendi më respektabil që sahabët radhiyallahu anhum e fituan xhenetin prej kësaj bote, mos kujtoni që është namazi. Jo, se ka njerëz që xhavariç kanë fol më shumë namaz. Sa xhavariçi kanë kesh namazin sahabëve. A kuptoni? Xhavariçi ka thonë, i falsi një ditë rrecate që atë. As më neve 300 recate, 1000 recate, 2000 recate në ditë. Është çudit ibn Abbasi kur i ka pas sa namaz kanë fol ato. Ibn Abbasi ka thonë kur kum shkua, i kum pas i dhijat, ze. Sit ka rrosësh dhe mos u quaj me sahat. Sahabiu s'ka mujt me ato. Ama sahabiu se ka pas galen e namazit vetë. Sahabiu ka shku jetimin me shikue, dvejen me shikue, atë plakin, ka luftu rrugt Allahut, ka thirr rrugt Allahut, ka xherue, ka po vepra të mira në përgjithësi, ka respektuar nanën, babën e tjerat. Ka pas laramani dhe ka pas akiden e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khawariji ai është shtim me sahabiun, o vëlla. Shikoti start. Në Islam a ban mu shti vëlla me vëlla ngara? A janë shti sahabët, janë shti bre? A ka qu Omerin, apo Omeri është shti me edhe me Othmanin, edhe Othmani është shti me Aliun, dhe janë shti këto me zveti? A i ka shku menja keq për vëllajnë e vetë? Shumë, a i ka shku në herë, a muni me ndëgju dikun me thonë, sot ma shkove u bekër, po hilegjie pak vëlla, se une mujta me bë pak po biznis ma shumë se ti, ama ti ma shkove mua, ama ti pak hilegjie. Kurbe si ka shku kështu? S'ka thonë kështu hiq. E kondër ta e ka lavdrua dhe e ndasht. Pra kretë që ka duhet me po,
me qenë në akidën e sahabëve, mi pas të gajle, çdo çka u përmendën disa prej pikave, me qenë në akidën e sahabëve tamam, është akidja lidhet direkt për kitazi me vllahun tan si. Me rrethin tan, sepse sprovën që Allahu xhela xhelalu ta jep ty, kam ta dhon në shtëpinë tonë një herë. Me kanë sprovu Jusufi alayhis salam. A nuk u sprovu me sprovën që e pak me mbretin, shumë lehtë e kaloi. Cilën sprovë kish matranën? Sprovën e vllaznive vet. Sprovën me Azizul Misr, me gruna atij e kaloi shumë më lehtë. Ama sprovën me vllajën e vet, por me i ka ardhuran. Nuk është lehtë. Vllaznit e to, bi të pejgamberëve kanë qenë ato, nuk kanë njerëz të thjeshtë. Bi të pejgamberëve, të pejgamberit alayhis salam Jakubit, jo një pejgamber i thjeshtë. Pejgamberi Allahut Jakub, për dërguar të Allahut, ndërma më privilegj të Allahu xhella xhelaluhu. E dini sa herë përmend Allahu në Kuranat, Jakubin alayhis salam, me emra të ndryshëm bile, me Israil. Dhe ngjarjen këtë në detale e përmend të Israilit, edhe të fisit vet edhe krejtëve. Që do të thonë se nëse nuk e kuptojmë ta, unë e di që një pjesë e juve tash ka mundësi këta e kupteni, thonë hoxha pi zemrës plast, ashtu fol, se s'ka lidhje kjo me akiden shumë, nuk është puna pjesa e akides, se vallahi akida është. Nëse thot dikush, po pse bet dietar se kanë probleme na për libra, se kjo nuk ka qenë shumë problematike e madhe te përpara. Vallahi sot është. Shiko sot musliman nuk janë tu hek pi asaj se s'kan libra ka sa dush sot. Dietar, doktora, me mia doktora. Universitetin në botën arabe, sa dush bre veç fol. Vetëm gatisht në arabik një 20 universitete tash janë që njerëzit huj kanë mundësi me shku me mësu atje. Pa parë bile. 4 vjet, 6 vjet gjuhën e sosin krejt, kthehet hoç. Po flas vetëm Saudia, ku jashtë? Në Egjipt, në Jordanin, ka dush, Tunizie, ku dush, Yemen. Ku dush me mësua. Është bëj lehtë për të na mësua. Çështja është se krejt duhet na me shikuar tërsin ton si umet, si paraqitmit e tjerë, si dukmit e tjerë. Mos flasim për atë pjesë vëllazër se sot në perëndim ka lëmi speciale që është zhvilluar 100 vitet e fundit. Lëmia e PR-it që është e ngjashme me fikhu da'wa. Ata në detaje e shikojnë këtë punën e prezantimit. Sot ti mbot nuk i kryetar, as nuk i firmë të njohur botërore, as ekonomi kryesore në botë, as marketing në botë, vetëm se merret me atë kjo puna e landas që e përmendëm PR-it, si duhet më duk një hoxh, si duhet me fol një hoxh, si duhet me fol një kryetar, si duhet me fol një xhamat, si CEO-t, si duhet me fol, kryetarët e shoqatave, organizatave botërore, si duhet me fol ata, si duhet me prezantu mallin ata, si duhet me hap tezgën, si duhet me hap dyqanin ata, çfarë ere duhet me ardh, krejt. Nëse pejgamberi alayhis salam në atë kohë ka bëkta. Pra mendoni? Muhamedi alayhis salam në atë kohë i ka thonë sahabëve, është të ardh Suhejl ibn Amri, ai ka merak devet, zbukurin e devet. I kanë zbukuruar devet për shkak delegatit mushrikëve dhe kur ka ardh, ka me ti mahnitur kështu. Nuk ka shikuar Muhamedi alayhis salam. Ka me tu shit devet. Edhe ka thonë një fjalë vetëm, ka thonë ju po u kujdesi për devet. Që keni pedant. Arab. A çata ka dosht. Dhe më përfitu zemrën. Ja kanë përfitu zemrën me atë, se ai ka qenë delegat. Dhe ai ka ardhur me fol në emër të Kurajshve. A përse Muhamedi alayhis salam me zgjedh ata? A përse Muhamedi alayhis salam kur i ka zgjedh çdo sahabit vetin delegat i ka zgjedh bukur, të mençur, trim, të pashëm. Pse nuk e zgjedhin njërin? Hajde çumën të shkoç atë. Dahiyatul Kalbin, ai kur ka thënë letën te Herakliu, Dahiyatul Kalbi, Jibril alayhis salam ka ardhur në formën Dahiyatul Kalbit. Çaçi hashëm që ka qenë. Ka khilaf të sri sahabi ka qenë më i bukur. Ja pejgamberi alayhis salam, a Dahiyatul Kalbi a kush? I bukur ka qenë shumë. Ka ditë me fol, Dahiyatul Kalbi. Apo Rabi ibn Amir, apo Sa'd ibn Babakasi. Dhe te Rustumi kur kanë shkuar atje me fol, Rustumi ka qenë i mençur, ka qenë ai kryemajori, kryesor, general shtabi i persianëve, ka thonë mi sjellni 3 veta, ka dash mi pa ndryshe, çish po folin. Sa herë që ka ardhur një sahabi ka ardhur më trim, më i bukur, më i mirë, më i fortë. Ka thonë, s'pas ka ku me hinë këta në mes. Sa ato përmes 3 vetave ka dash me gjetë një rrugë të mesme me hinë në mes. S'pas ka ku me hinë këta. A e kupton tash akida e sahabëve? Kjo është akida e vërtetë. Prandaj vllazni, vallahi billahi po. Edhe një herë ju them,
Në kohën e sotit për shembull ti nëse e gjen, unë kam pa shumë vëllezër kur lexojnë, shumë kam pa vëllezër që lexojnë për kthimin e Kuranit të Sherif Ahmedit. Minjëherë thonë, ja gjeta do gabime Rahmanu al Arshi stava gabimin aty. Tamam ja gjete. Miro. E vërtetë është. Ka aty shtrembrim të sifateve në përkthim. Po na pse nuk alarmojna me zveti kur një vëlla i joni apo na përgjithësi mundohemi me shkel për mi sakrificën, për mi gabimin, edhe mendojnë për veten se na më të mirë se të tjerët. Tash mos ma zëni për kusura, ma unë e di që shumica e xhamatit të na mendojnë se janë më të mirë se xhamatet tjera. Aso ç'është. Mendojnë. Po le të punojë sa dojë ai, na e kina hakin. Na me hak e fitojnë ata. Ç'është mendojnë? Ama të sahabët s'ka qenë kështu. Ata kanë pas këtë pjesën e kvalitetit. Duhet me pas kvalitet, usos. Duhet me pas burrni, usos. Duhet me pas punën që tamam me krye. Prandaj, akidja e sahabijut, akidja e pejgamberit alayhis salam, bindje që i kanë pas ata njerëz, janë shumë me vlera më të mëdha se sa mendojnë. Prandaj, për shembull, ata s'ka pas nevojë me hap shoqata. Ata s'ka pas nevojë me thon dikush. Shembull, kush i ka thonë Abu Bekr as-Sidikut, radiyallahu an, shkoti atë plakon, shikoja natën, atë ndroja ato pelena ata çka ka pas me ndru, okay. Se ka qenë paralizuar. Kush i ka thonë Abu Bekr as-Sidiku, ja ai ka pas pretekst me thonë, jam ka thonë halife u burr, unë kam 3 kontinente në dorë, kam unë sëmira, unë tash me një. Ama ai nuk e tha këtë. Dhe Omar ibn Khattabi e zbuloi, si çka e zbuloi, si rezultat i garës për vepra të mira. Janë ndjek ato, janë shpionu me zveti për hajër. E që kjo është shpionazh tamam. Jo shpionazh me gjithë në gjyna. Jo. Ja gjithë gabimin. Me telefonin të shoh, shka ka fol, me ka fol. Jo ashtu. E kondërta ai ka ndjek që me pas punë të mira, me ashku ati. Me qenë më i mirë. Edhe kur e ka ndjek, lekad at'abta man ba'daka ya khalifat al-muslimin. Kimi lodh khalifet mbrapa se duhet me ta asosë edhe unë këtë punë. Duke qenë khalife i muslimanëve. Përgjithësi shumë e madhe. Në Medinë duke qenë. Me kushtet që na nuk mundna mi paramendu çfarë kushte. Sot ti ke kushte. Sot ti plastikën e pe edhe gjun. Ai apo edhe kohën e sotit të shkon në Arabi, vallahi po. Ki në vende arabe, plastikën ta thot ta bën një shishe ujë thot që shishën e ujit nduhet mua, a ban më avon. Ka sot në Egjipt kije. Njerëz që ta bën një shishe ujë dhe thot që plastikën a ban më kthi mua, se më duhet. Na nuk mundna me paramendu këtë fukarallëk. Se kena, plastikën nuk e zojnë diçka, e gjujna më një herë. Ti këto muhabete ndoshta mundesh më ndëgju vetëm prej dhomëve, në për burgje që janë burgos për bakër. Pe aty ne mundesh më ngu këto muhabete ndoshta tani. A sahabët i kanë jetu këto sende, mi po asnjëherë ky fukarallëku që i kanë pas ata, si ka bë ata që me shkel mbi bundin e vllaut vet. Prandaj duhet mu rizgju pak me u kthye, me u kthjell në akidën e sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.